Mimbrëma përshëndetje të dashur miq në RTS Gjiro ka sra emisioni e Marta Sportive. Luftëtari ditën e diel është përballur me Ilirin për të ngritur kupën e kategorisë së dytë, por nuk e ka dalë teksa është mundur me rezultatin e ngushtë 1-0, një rezultat i ardhur në minutat ekstreme të gjithë lojës së rregullt. Gjithsesi luftëtari ka arritur suksesin atë që pritej prej 5 sezonesh, gjitje në kategorinë e parë, një arritje e madhe për jo vetëm për luftëtarin, por një atmosferë të shkëlqyer ka përcjell edhe në qytetin e Gjirokastës gjitja e luftëtarit në kategorinë e parë. Sot në studio kam administratorin Fotis Kristini, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe trajnerin e paratërime Gazmet Bimi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Profesor Foti, po e fillojmë emisionin me suksesin që luftëtari arriti gjatë gjithë kampionatit atë të ngjitjes në kategorinë e parë. Sa punë është dashur juve si administrator për të rikthyer luftëtarin, po themi në mes skuadrës më të mira të futbollit shqiptar? Atëherë, duke filluar nga ai 5 vjeçari që e thatë juve, afër luftari, Akademia e Futbollit Luftari është krijuar në shkurt me urdhër të gjykatës në shkurt të vitit 2021. Pra, jemi në 4 vjet e pak jetë klubi. Kështu që ai 5 vjeçari është çiki gjatë edhe i madh, dhe mos shkojmë deri aty. Megjithatë, kemi përfunduar vetëm fazën e parë të asaj çka ne kemi në projekt. Kemi arritur të konkretizojmë dhe të futemi në kategorinë e parë, në sallonin e ekipeve profesioniste të cilat do luftojnë për të hyrë në Super League. Ka qenë një kampionat jashtëzakonisht shumë i gjatë. Ka qenë një kampionat me shumë të mira edhe me pa gabime, të cilat ne kemi korrigjuar në këto 3 vitet që ne kemi marrë në kategorinë e dytë, dhe kemi mundur që në bazë të atyre gabimeve që ne kemi bërë në kampionatet e kaluara, pasi siç e dini edhe ju, edhe vjet ne kemi arritur në fazën e play-offit edhe ndeshjen e fundit me Besën jemi eliminuar. Kjo do të thotë që ka qenë një përpjekje jashtëzakonisht shumë e madhe, duke filluar që nga kryetari i bashkisë, i cili është presidenti i kësaj skuadre, duke filluar që nga stafi teknik, duke filluar që nga drejtuesit, duke filluar që nga gjithë futbollistët të cilët vitin e kaluar formuan boshtin edhe e konsoliduan si vjet me 3-4 ndërhyrje të rëndësishme, të cilat edhe ato bën diferencën, por mos harrojmë se boshti ka qenë që nga vjet dhe ekipi ka qenë konsoliduar që nga vjet. Gjithashtu, duke falenderuar... Më falë, profesor Foti, afrimet e krijuara nga ana juaj padyshim që kishin peshën e vet, apo jo? Kjo është dhe po themi dhe një lloj punë e mirë që keni bërë ju si drejtues, apo jo? Shko, unë si drejtues, ne si drejtues, pasi ju si drejtues tash dhe unë. Në futboll ne flasim me ne, nuk flasim dot me unë, sepse nuk bën dot ndryshim një njeri. Ne jemi një staf i tërë që punojmë dhe mendojmë për të mirën e afër luftarit. Gjithashtu dua të falenderoj, se më latë ashtu, të gjithë ata trajner të akademisë, të cilët po bëjnë një punë kolosale për të furnizuar afër luftëtarin me djem të rinj, me futbollistë të rinj, pse jo dhe me talente të reja, duke falenderuar gjithë ata punëtor, si ata që kanë punuar për mbimbajtjen e fushës, si ata që kanë punuar edhe jashtë fushës, si ata që kanë punuar edhe që të transmetojnë të gjitha ndeshjet live në kanalin e luftëtarit, për të mos humbur as një minutë, edhe për të mos larguar as edhe një sekond nga sportazhi i ri i cili na ka mbështetur dhe po na mbështet vazhdimisht, pasi edhe në ndeshjen e fundit, ndeshjen e finalet kategorisë së dytë, kanë qenë jo pak ata tifozë të cilët kanë udhëtuar drejt Fierit dhe kanë mbështetur ekipin e zemrës luftarin. Si u prijetua kjo ndeshja e fundit Foti, ndeshja me Ilirin? Objektivi dhe qëllimi i luftarit ishte padyshim që ta fitonte takimin, apo jo? Por futbolli ky është. Mund të fitosh, mund dhe të humbësh. Futbolli prandaj është i bukur. Na hidhëroi pak kjo shije humbjes, pasi ne
kemi pa humbur 7 muaj që nga ndeshje me Malikin, që nuk e kemi shijuar më atë shijen e humbjes, por siç erdhën dhe siç u zhvillua loja, ma i goli minutës 91 në shtesë nuk na la hapësira që neve të reagonim më mbrapa, pasi dhe gjithë ajo rjedhë e lojës të jepte mendimin se do të shkonte në shtesë. Megjithatë, gjithë djemë të përpoqen, dhanë maksimumin e tyre, mund të kishin edhe më tepër, por ja që ndeshja nuk i ngjan ndeshjes, dhe futbollistët base kanë qenë edhe në ditët jo të mira të tyre, por ishte një ndeshje jashtëzakonisht shumë e luftuar. Ishte një ndeshje që nëse e keni ndjekur dhe juve edhe sportdarë, se kam parë që Iliria ishte i vetmi rast që erdhi në port, megjithatë ky është futbolli. Fiton ai që e çon topin në rrjet. Po, të ndishkon dhe një episodi, vetëm siç ishte ai i asaj minute që tha dhe ju. Gazi, së pari unë do ju uroj suksese për arritjen tuaj, pasi jeni shpallur kampion për U17 para të rinj, apo jo? Po. Gjithmonë në zonë rajonale. Çfarë mund të thuash për këtë ekip që keni krijuar juve dhe sa vite keni që punoni me këtë grup lojtarësh, me këto futbollistë pra? Po. Para ju falenderoj dhe uroj suksese në radhë të parë ekipit të luftëtarit të Zotit Kristidi, gjithë stafi drejtues të ekipit të luftëtarit, bashkisë, edhe gjithë ekipit tim të U17 të para të rinjve, edhe drejtorit që është Altin Gjuma bashkë me ne, edhe gjithë atyre trajnerëve, sepse puna paka shumë në këtë akademi është në grup. Dhe të gjithë bashkë kemi luftuar brez pas brezit, si i thonë kaq e vite, që këta fëmijë janë rritur dhe kanë ardhur shkallë, duke ardhur deri në këtë moment, sa sot kurorzuam këtë marrje të kampionatit, sepse të gjithë trajnerët punojnë me grup mosha të ndryshme. Dhe ki brez që është rritur që ka ardhur sot, që unë kam punuar 2 vite me ta, ka ardhur më poshtë duke punuar edhe me trajnerët e tjerë që kanë qenë që nga Glod Ibrahimi, Arditi, Bistri e të gjithë me radhë, derisa i kam marrë dhe unë këtë 2 vjeçar dhe konkretizuam këtë. Është një grup shumë i mirë, me element shumë të mirë teknik, dhe janë djemë të apasionuar që vërtet e duan futbollin. Është një gjë pozitive, sepse kur çet luftari i madh në kategori të parë, normali që edhe brezat presin kokën për te luftëtari i madh. Janë të lidhura të gjitha së bashku, janë të lidhura të gjitha bashkë, dhe ne kemi një grup prej 18 lojtarësh që sot stërvitemi. Kuptohet, për ne kampionati akoma ende s'ka mbaruar, sepse pavarësisht marrjes së kupës së kampionatit, ku përfshim 5 ekipe që janë ekipi Butrintit, Byli, Sorikumi, Naftëtari, Koçovës, dhe kemi dhe 2 gjysmëfinali që i presim që t'i zhvillojmë këtë periudhë kur do të na njoftojnë, dhe kështu që ne jemi akoma në trysnin, si thonë, të kampionatit, sepse çdo ndeshje si luftari i madh që luftoi për atë kupën për të marrë me Ilirin e Fushkryes, ashtu dhe ne do vazhdojmë me Corin ton për të këmbgulur deri në fund sa të mundemi. Kuptohet, kemi pasur binjakizim edhe me ekipet e Greqisë, kemi pasur ndeshje miqësore që kemi bërë me Akademinë e Pasianës, në Korfuz, në Igumenic, dhe gjithashtu presim që përsëri dhe javën tjetër, mes javën tjetër të organizojmë një miqësore përsëri këtu në Gjirokastër, që do na vijë Akademia e Pasianës e grupit të U17 të para të rinjve të tyre, që presim të ta zhvillojmë, dhe kuptohet që me që ata do vinë, bëj dhe thirrje gjithë sportdashëve të vinë të na ndjekin dhe na afër për ta ndjekur këtë takim. Gazi, sa ka ndikuar tek ju si trajner, tek grupi i lojtarëve që ju keni, infrastruktura ku ju sot keni aktualisht? Marrë shkas me vitet e shkuara, ku ka diferenca dhe se ka ndikuar këto diferenca në të paktën po themi në anën teknike të ekipit? Nuk e di, profesor Fodinel, se kam gabim këtë pyetje? Varet se çdo të thuash, megjithatë në përgjigjet. Patjetër që infrastruktura është gjë shumë e domosdoshme sot për të gjithë fëmijët, për të gjithë akademinë, sepse kur jemi stërvitur dhe ne më përpara në atë fushë që sot shikojmë, ne mbase të gjithë e din shumë mirë se si ka qenë fusha e vjetër, Tërbal, të Lut, se Gropa, mos të them në një fjalë tjetër, që çfarë indi aty te kanali urave të zeza.
Vërtet, ka qenë tereni i vështirë, do thuash, po këta futbollisti Kristidi, Gjuma, Çoni, njëri e tjetri, apo emra të mëdhenj si më përpara Bravo, Boni, e të gjithë me Raka Luci, ka ajo fushë ka ndalë, sepse po ishte shpirti që ata jepnin për fanellën e luftëtarit, dhe pavarësisht infrastrukturës, do thuash ti, prap kishin futboll shumë më të mirë. Por sidomos, sot kanë ardhur vite që gjërat duhet të ndryshojnë dhe infrastruktura është shumë e domosdoshme dhe ambienti ku është fushë vjetër është një ambient që ka prodhuar vërtet futboll të mirë për brezat nëpërmjet infrastrukturës, sepse është ndryshe kur ti luan në një fushë me barë sintetik dhe e ke fushën dështuar për të bërë një pasim, dhe është ndryshe kur luan në një fushë me gropa, me një fushë që lë për të dëshiruar, siç ka qenë më përpara vite. Kështu që normale që çdo gjë është tjetër amortizimi që shërben patjetër te kockat e fëmijëve, sepse ka të bëjë çdo gjë. Tani kuptohet që ndryshimi në barë natyral është akoma më i mirë. Por sido që të jetë, kushtet janë sot, janë shumë të mira me vite që kanë qenë më përpara, domethënë, të infrastrukturës. Megjithatë, unë kam dëgjuar që këtë periudhë përsëri bashkia nëpërmjet edhe Federatës Shqiptare të Futbollit do bëjë përsëri investim për dy fusha të tjera në fushën e vjetër. Që do ndahet. Fillon së shpejti projekt, fillon së shpejti. Unë do desha të shtoja diçka në lidhje me këtë që thatë juve. Unë përgëzoj njerë të gjithë Gazin që është tu, por edhe gjithë ata trajner me Altin Xhumbën në krye atje për atë dëshirën dhe për atë forcën dhe dashurinë që ata japin për këta fëmijë, pasi mos harrojmë se në këto 4 vite luftari ka filluar nga zero, si nga ekipi i parë ashtu dhe nga ekipi i akademisë. Ne kemi filluar me 0 lojtarë dhe në këto momente në akademinë e futbollit luftari janë aktualisht 140 fëmijë, të cilës tërviten nga mosha 7 vjeçare deri në moshën 16 vjeç sa i ka Gazi, domethënë është një punë e mirë e komplet stafit, prandaj thash që ne flasim me ne, nuk ka me unë edhe ti, edhe dua t'i përgëzoj për sakrificën që kryen, për atë profesionalizmin që këta japin dhe për dashurinë që këta e kanë për këta fëmijë, të cilët i rritin me kujdes, që këta nesër, kur them nesër e them tamam nesër, me ekipin e parë, mos harroni, jo të afër, po nesër. Mos harroni që 2-3 nga ata lojtarë do të shkonin në ekipin e parë që nga viti tjetër. Domethënë nga sezoni që fillon. E ke fjalën për këta 17 vjeçarët aktual, që ka Gazmeni. Po, lindje 2008-2009. Gazi, sa i kënaqur je nga kontingjenti që ju stëvitni dhe keni? Shiko, është sot që të jesh i kënaqur këtë sukses. Dhe të kesh sukses, normale që duhet të jesh, nuk duhet të jesh vetëm trajner, duhet të jesh prind, duhet të jesh psikolog me fëmijët, aq më tepër këto mosha ka një moshë delikate dhe duhet të jesh pranë tyre në çdo moment, sepse përveç unë me ta gjithmonë para ndeshjes, apo sepse loja që të fitosh suksesin nuk është ta shikosh në fushë, po duhet ta shikosh që në dhomat e zhveshjes, që brenda aty që të dish se çfarë komunikon, çfarë mungon tek ta, që të dalësh me sukses në fushë. Dhe duhet të jesh tash psikolog, duhet të jesh prind, duhet të jesh deri në detaje për çdo këtyre fëmijëve. Çdo tip fëmije. Po, dhe aq më tepër në gjatë kësaj periudhe janë bërë dhe shumë prova, sepse një lojtar mund të japi mundësi më të mira, mund të japi të dhëna më të shumta me sfushor krau djathtë, ndërkohë që ti e vendos mus ose vë me sfushor organizator, kështu që trajneri gjen vendin ku ai të shprehet më mirë futbollisti, domethënë ku ai jep 100% e vet. Dhe është bërë një punë shumë e madhe, kolosale, nuk është bërë domethënë që hajde se sot luajmë me këto ekipe dhe po duhet të stërvitesh që sot si njësoj sikur je në kategorinë e parë për të marrë suksesin dhe të arrish atje ku arritën. Kështu që këta fëmijë domethënë duhet t'u blesh mendjen, si i thon, duhet t'i psikologjisësh patjetër. Përveç asaj është regjimi që ti do të jesh në kokë patjetër me ta, përpara ndeshjes, pas ndeshjes, në çdo ditë të stërvitjes, që nga ushqimi që ne ja u rekomandojmë, të çdo gjë dhe komunikimi me prindrit për fëmijën, sepse një fëmijë para ndeshjes nuk mund të jetë deri në orën 11 të natës pas dhe të nesër të vijë për ndeshje. Domethënë kemi qenë pak strikt, pavarësisht domethënë
viteve që janë tani të moshave të ndryshme që se si dalin këta fëmijë dhe të jenë sa më të lishëm, por që sot në një anë për të bërë futbollist duhet të jesh dhe pak i kufizuar, nëse i ke vënë vetes një qëllim. Kështu që çdo gjë ka qenë e mikpritur, domethënë si thënë, dhe nga ana e lojtarëve e fëmijëve për këto gjëra që ne ju kemi dhuruar, dhe gjëja më e mirë është që kemi thënë të gjithë të bashku, kur humbasim të gjithë i dhurohemi bashkë, kur fitojmë të gjithë gëzojmë bashkë. Dhe kjo është pasioni, dëshira. Është familja. Është familja. Domethënë profesor Gazi e tha shumë mirë që gjitha grupet e luftarit, ose ne kemi dhe sloganin, nëse e keni parë dhe tek hyrja e luftëtarit në stadium atje, ne jemi një familje. Ky slogani i Akademisë Futbollit Luftarit. Ne jemi një familje. Edhe një familje nuk do të thotë asnjë njeri, nuk do të thotë, po do të thotë që nga akademia, që nga fëmia i vogël atje që ikën ashtu me zimer këmbët ose me zi gjuan topin, edhe deri tek lojtari te Ramadani që është kapiteni i ekipit. Domethënë kjo është familja e luftarit. I falenderojmë shumë gjithë ata prindër që na kanë besuar fëmijët e tyre që t'i stërvisin te këta trajnerë që edhe këta lënë shpirtin, lënë familjet e tyre që të ngrëmë brezin e arshëm e të lëmë luftarin duart sigurt dhe me elemente jashtëzakonisht shumë të mirë dhe teknikë. Te suksesi i luftëtarit, profesor Foti, ka patur ndikim patjetër pozitiv dhe disiplina një pjesë e asaj që kërkohet për të patur suksese, si ishte edhe Gazi që jo pak i rëndësishëm është faktori disiplina, apo jo? Patjetër. Dyshe nga sezoni i shkuar unë di që ka patur më tepër disiplinë këtë sezon, e kanë fjalën si në stërvitje, si në regjimin para dhe pas stërvitjes. Kush ka thënë këtë? Është gënjeshtër. Jo, s'është gënjeshtër, sepse kemi parë të shkuarat dhe të tashmet. Më thuaj një rast. Ka patur më tepër disiplinë. Ku si e quani ju disiplinën më tepër disiplinë? Unë në rrallë kam parë lojtarë në orë të vona jashtë, po them, të sezon. Atëherë. Çdo lojtar ose çdo futbollist i luftarit, se në klubin e luftarit ne mund të jemi vërtet kategorinë e dytë të amator, por ama futbollistët që kemi përzgjedhur të jenë si profesionistë. Ata vinë këtu, ushqehen këtu, bëjnë stërvitje këtu dhe flën këtu me orar të përzgjedhur nga stafi drejtues. Tani, nëse unë që jam futbollist, nuk po marr dikë tjetër, shkel ato rregulla të cilat trajnerit i ka vendosur, atëherë kjo nuk është shkelje disipline në pjesën e fushës, por është shkelje disiplinës në pjesën e orarit disiplinor. Të regjimit ati, thash, të regjimit të secilit lojtar. Megjithatë, po flasim për gjëra që to nuk kanë të bëjnë me pjesën që kanë qenë më ose jo. Prandaj ne kemi thënë që ne kemi mësuar nga gabimet tona vit pas viti dhe kemi arritur këtu ku neve jemi dhe arritëm qëllimin tonë që dolim në kategorinë e parë. Por jo, ajo nuk qëndron ajo që thotë ju, që disiplina si vjet ka qenë më e rrept se sa vitet e kaluara. Jo. Kjo është perceptimi tim, mendimi tim dhe i gjithë njerëzve. Jo i gjithë njerëzve. Opinioni pak të ky është. Ku janë? Kush kam dëgjuar të më thonë? Pse do t'i thonë juve njerëzit, jo? Po derisa i thonë njerëzit, janë ata që përjetojnë. Derisa i thonë njerëzit, duhet të dëgjoj edhe unë. Sepse edhe unë në komunitet. S'ke dëgjuar fjalë të mira, domethënë. Jo, pse si kam dëgjuar të fjalë? Po nuk është domosdoshmërisht të dëgjoni juve drejtuesit. Opinioni sportiv që ka atë mendim pozitiv, po them. Edhe një opinioni sportiv bën mirë të flasim me këmbë në tokë dhe reale. Nuk bën mirë të thot me të dëgjuar që s'vin asnjëherë shohin vetëm një ndeshje futbolli edhe vin flasin këtu ka pardisur për gjëra që ata as nuk i njohin, vetëm i kanë dëgjuar edhe i kanë lexuar. Duhet ta prekësh të pjesë që të flasësh në këtë gjë. Se shumë mund të thonë, edhe profesor Gazi e kapi atë që tha, që ne jemi një familje, shumë, po pa pyetin profesor Gazi se çfarë bën profesor Gazi. Profesor Gazi vjen në stërvitje, po si vjen në stërvitje? Vjen përgatitur në stërvitje. Se çfarë do bëj këtë ditë? Çfarë do bëj? Po më mbrapa kur shkon në shtëpi, bën përgatitjen për planin e nesër. Po ata që vinë këtu ose ai opinioni juaj sportiv që thoni juve, nuk i njohin këto gjëra. Njohin vetëm që unë dua këtë, unë dua atë, ose unë pash atë, unë pash këtë. Nuk është me unë pash. Çdo trajner
vendos në bazë të stërvitjes që kryen Patjetër. të përditshme dhe në bazë të rezultateve pozitive ose negative që jep lojtari në çdo seancë stërvitore. Kjo është pjesa që ne duhet të kuptojmë. Nuk është pjesa e opinionit sportiv. Është pjesa që ne të flasim realitetin dhe të jemi këmbë tokë kur flasim. Pse se ne na dëgjojnë të gjithë, siç na dëgjojnë neve, dëgjojnë dhe të tjerët dhe thonë, "Ore ç'a bëhet tu?" Ju e thatë një fjalë, edhe thoni që si ishin në rregull vjet. Pse e thoni këtë gjë? Çfarë thot opinioni sportiv? Që ka tjetër qasje e shkuara me të tashmen. Atëherë, asnjëherë patjetër që derisa të shkon ekipi gjithçka shkon mirë. Më fal pak Kristi. Fituesi nuk doja të dilja këtu që Tomi i tha opinioni flet. Opinioni flet për të gjithë trajnerët sot në botë. Domethënë të gjithë trajnerët shajnë në botë. Pse? Sepse nuk fiton njëra skuadër apo nuk fiton skuadër tjetër. Tifoz është tifoz. Pjesa e brendshme e trajnerit, se çfarë e ka ai trajner me ekipin, që nga disiplina, mënyra, kush është ai trajner që nuk do të ketë sukses sot apo të mos fitoj. Kështu që çdo trajner e ka nisur vetë njerëz si futbollist, e di ç'është disiplina e epurt dhe të kërkoj suksesin më pas. Dhe unë këtë thash gazetit, jo pak shiko pak, më fal. Pjesë e suksesit ka dhe disiplina. Po, disiplina, po është bërë çdo vit Tom. Ajo është e përvitshme, luftari funksionon në baza profesionale. Po ta marrësh parasysh, luftari vitin e kaluar për shkakun nuk është futur vetëm për ndeshjen e Pogradecit, që u doli këtu apo jo. Po. Atëherë barazim 1-1. Dhe barazim 1-1 dhe atëherë, po ki luftar vjet nuk u fut, jo na që kishte mungesë disipline. Nuk kishte fituar domethënë si do nuk kishte sukses se kujt i ngel. Kuptohet pyetja që bëra pak të profesor Fotit. Thash një pjesë të suksesit në arritjen e luftëtarit ka ndikuar edhe disiplina, pra mënyra se si menaxhuar skuadra. Disiplina është pjesa kryesore, pjesa në sporte, në çdo aktivitet sportiv. Të më dilje. Po, atëherë është tjetër puna, jo është tjetër punë. Ky është sensi i patjetër, futboll pa disiplinë nuk ka. Nuk ka. Patjetër. Futboll pa disiplinë nuk ka. Kështu që patjetër që është disiplina ka qenë çdo vit, Tomi, të luftëtarit. Si këto vite, sepse ta thash dhe një që çdo trajner gjën e parë shkon disiplinën në ekip. Po s'ka harmoni ekipi, nuk ecën ekip. Po s'ka disiplinë që të kesh një lojtar. Po edhe vjetuarit suksesi. Domethënë po të ishte fituar në Pogradeci, nuk do ishte sukses. Ky suksesi si vjetëm ka tjetër aromë, se na çuat në kategorinë e parë. Po edhe vjet, po të fitoni me Pogradeci në kategorinë e parë do ishin. Natyrisht më. Pastaj vjetu luaj. Është pjesë e punës tuaj, po. Në rregull, e kuptoj, por jo se do vazhdosh. Pastaj vitin e kaluar, mendoj se ekipet e tjera nuk lojtën pastër me luftarin. Të marrin parasysh kampionatin se Corin, se si ka ecur vjet me si vjet, po të marrin parasysh. Skuptim nuk ka lojtur pastër. Nuk ka lojtur pastër sepse Pogradeci kishte ekipe që e ndihmuan. Kishte aleanca. Nësa luftari ka qenë vetëm gjithmonë. Ka qenë vetëm në luftë, ka qenë vetëm, si i thonë, luftë sportive, o thua shtipo. Dhe si vjet luftari... Dhe si vjet vetëm ka qenë. Ishte më tepër se vetëm. Jo më tepër, po vetëm ka qenë. Ndaj të them, ka qenë vetëm, gjithmonë. Gjithmonë ky luftar është luftuar dhe më e bukur është që luftohet nga qytetet që i ka afër, nuk them që të bëjnë ndere, as se dua fare këtë ta shpreh, po them që nuk kuptojnë që ata fëmijë që rriten ta zëmë në Saranë, në Delbin, në Maljet, në Pelen, që mund të ketë një element shumë të mirë, por që nëse dhe mund të afrohet te Akademia e Luftarit dhe më pas te ekipi i parë i Luftarit. Siç kanë ardhur këta djem nga Saranda sot Benitua, Mario Mercuri që i shapur vendi dhe Bujrum luajnë për Luftarit. Dhe ja ku kanë vendin të luajnë hapur. Dua të dalë në këtë sens. E kupton, domethënë, ndërsa te Luftari shikojmë që ne të armiqsinë e kemi këtu afër. Nësa Pogradeci kishte të kundërtën vjet. Domethënë, të gjitha qytetet që kishte afër, ekipet që kishte afër e ndihmuan. Devolli, Maliqi, Shkumbini, po të marrim parasysh. Ndaj flas që luftari ka qenë gjithmonë vetëm. Megjithatë urojmë që në këtë momente që ai ka hyrë në ky ekip të eci sa më mirë, të eci me këmbën në tokë. Është një pyetje e pasme që do t'ja bëj të dyve, po veçanërisht profesor Fotit. Foti, me që kemi dhe Gazin këtu në studio si trajner, përveç futbollit,
aktualisht e luftëtarit, çfarë po bëhet me këto moshat? Me çfarë sporte po merret dhe si ka filluar puna dhe si do të vazhdojë? Jemi në pjesën ligjore dhe kemi bërë kërkesën në gjykatën e Tiranës për ta ndryshuar komplet formatin e pjesës strukturës sportive nga Akademi Futbolli në Akademi Sportive, të cilat do të shtohen edhe me lojra të tjera, si që është volejbolli, basketbolli, si që mund të jetë ping-pongu dhe shahu, të cilat pothuajse i kemi gati për të ngritur, vetëm na pengon dispozita ligjore që ne të ndryshojmë statutin edhe të bëhemi gati dhe që këto grupe, sidomos me grup moshat e vogla, të konkurrojnë edhe këto në gara sportive me ekipet si motra, si që mund të jetë përmeti, ose që në gjithë Shqipërinë. Po bëhet një përpjekje madhe, jemi në përgjigje të miratimit nga gjykata e Tiranës dhe pjesa tjetër pastaj është mëse e thjesht, pasi si që thash, ne i kemi pothuajse gati grupet, presim vetëm vendimin dhe do fillojmë të aktivizojmë edhe pallatin e sportit, i cili u inaugurua dhe është bërë nga më të mirët. Që lojë për disa takime e basketbollit me sa kam para atje, për këto moshat e reja? Ato janë moshat shkollore, ato janë moshën në 14 vjeç, moshë deri në 17 vjeç, moshë deri edhe në 10 vjeç, por ato janë thjesht në kuadrin e lojrave sportive. Nëse ne do flasim dhe i kuadrojmë në ekipe sportive dhe në kampionate sportive, atëherë ndryshon çdo gjë, pasi atëherë bëhet në bazë të rregullave, jo se këto nuk janë rregulla, por atëherë në kampionatizëm, duke krijuar pastaj edhe atë egon e fitores, atë që jo duam të jemi të parët e kështu me radhë. Si ka qenë bashkëpunimi juaj, profesor Foti, po themi me klasat sportive, me shkollat që janë këtu në qytetin e Gjirokastrës? Për sa përket stafeve drejtuese të shkollave respektive ku nga dalin dhe fëmijët, gjitha moshave për gjitha llojet e sporteve? Shiko, të them të drejtën, këto janë më tepër kemi pasur ca, jo kontradita, nuk ka pasur pjesë kontraditash, por nga që luftëtari është pjesë OIF, do të thënë, është shoqat. Nuk mund të afrohet si gjitha shoqatat e tjera, por në përshkollat respektive. Por ne nëpërmjet mësuesve të edukimit fizik kemi kërkuar dhe po japim shembullin ton që të afrojmë sa më shumë element edhe fëmijë që duan të luajnë futboll, që e pëlqejnë lojën e futbollit, të vinë të regjistrohen në grup moshat tona sportive. Ata zakonisht jo se kanë bërë, po ata të reqin njëri tjetrin, edhe ka na shumë, unë ja thash që ne kemi filluar me zero, Gazi e di se po thuaj se kemi filluar të gjithë bashkë, kemi filluar me zero të fushë vjetër akademi sportive dhe kemi arritur 140 fëmijë. Vitin tjetër pretendojmë që ne të kemi akoma dhe të arrijmë të 200 fëmijë, duke u rregulluar edhe infrastruktura, pasi siç tham që do bëhen edhe 2 fushat sportive tek ish fusha e vjetër. Dhe mendojmë se do t'i bëjmë ekipet, jo vetëm se vitin tjetër ne do ndryshojmë dhe strukturën, pasi do kemi dhe U19, do kemi U17, do kemi U15. Kështë një lajmë mirë, apo jo Gazi? Po, pa tjetër. Po, pa tjetër, unë po bëjtë të gjithja përpjekjet që U19 pa tjetër të alozim në kategorinë e parë, pasi në kampionat rajonal edhe Gazi e di shumë mirë dhe po e heqë shumë mirë që nuk ka çfarë mëson më, ose këta fëmijë nuk kanë çfarë edhe niveli që kanë këta fëmijë nuk është më në këtë kampionat. Thënë është një brez, sidomos ju ja thash atë linja 2008-2009 që për mua do jenë më tepër se 6-7 lojtarë të cilët do vinë, do ndihmojnë ekipin e parë dhe do lozin edhe në ekipin e parë të luftëtarit. Janë me të ardhme, profesor Gazi i stërvit për ditë, po edhe unë që i kam parë edhe për ndeshje, po dhe në stërvitje, janë djemë vërtet me talent, kanë qef të lozin futbol, kanë ego personale, cila unë besoj, edhe të kjo besoj më tepër, të cilët ata do ecin më përpara. Disa prej tyre me profesor Gazin i kemi përzgjedhur që të vinë të bëjnë dhe 2-3 stërvitje me ekipin e parë, të marrin atë ndjesin, çdo të thotë të stërvitesh me ekipin e parë. Dhe mendoj se 19 e viti tjetër do jetë një grup shumë i mirë dhe unë mendoj se do jenë edhe kandidat për të dalë në Superligën e 19 vjeçarëve. Gazi, ju thatë që
Keni fituar gjitha takimet apo jo? Po, Keni shënuar një bollë golash. Kemi nisur dhe kemi mbaruar një kampionat vetëm me fitore, nuk kemi pasur asnjë ndeshje barazim. Kjo është një arritje. Asnjë humbje dhe është një arritje shumë e madhe. Është një vlerë. Gjithmonë ekipi ka fituar me golabarazh me 3-4 gola në çdo ndeshje. Kemi 2 gola shënuesët më të mirë që janë Mario Shato dhe Anastas Raido, që vërtet janë çuna që kanë të ardhme. Ka edhe çuna të tjerë që kanë të ardhme, siç tha profesor Kristidi. Është një grup që është vërtet është vinant të digjet. Ai grup duhet të rritet dhe të shkojnë bashkë. Është mirë të rriten bashkë siç janë rritur bashkë deri në këto momente. Dhe krijimi i 19-s dhe aq më mirë, nëse do përfaqësojmë karrierën e parë patjetër, do jetë një arritje shumë e madhe dhe për këtë brez dhe për brezat e tjerë Kjo i jep shtysëm, deri më tani nuk kemi arritur nga që ishte ajo Ky është ai themeli që do krijojë kalanë marrë të luftëtarit apo? Po, pikërisht u shkëput ajo hallka, nga që ishte u shkëput zinxhiri në këto 4 vjet të inekzistentës të luftëtarit të atyre viteve, edhe brezat ne kishim boshllëqe. Edhe tani doli pas 4 vjetësh që ne të kapi zinxhirin dhe tani të rritet. Por e provuam mirë me 19 vjeçarët me datëlindjen 2004, por nuk patëm më breza, pasi ishin larguar, nuk kishte asnjë lloj tërheqje, pasi edhe luftëtarit sapo ishte formuar, ishim në kategorinë e dytë, kurse si vjet me ngjitjen luftëtarit në kategorinë e parë, me ngritjen e 19-s, 17-a është që do vi, që është edhe një grupi 15 vjeçarëve, i profesor Arbrit është edhe ai në vend të parë, dhe kjo është, unë duhet t'ja them, jo vetëm Gazit, po edhe Arbrit, edhe Arditit, që marrin pjesë në kampionatet rajonale dhe ndërrajonale siç e ka. Janë të gjitha si nga luftari ekipi i parë, U17, U15, U13 janë në vendet para. Çka do të thotë që kontingjenti është, domethënë shkallë, mos e do kalon që tek Akademia e Futbollit Luftëtari po punohet me seriozitet për të sjellë dhe për të ngritur lojtar edhe për të sjellë në ekipin e parë. Që nëse neve si vjet kemi 10-12 futbollistë Gjirokastrit, për 4 vjet ne pretendojmë që ne kemi 18 futbollistë Gjirokastrit, por diç do të thotë të kesh 18 futbollistë Gjirokastrit. Kjo është një augur i mirë dhe është një arritje që të kesh kontingjent të skuadrës atë brezin vendas, fidanishten që prodhon vetë. Se unë kur ja thash edhe në fillim për atë pjesën e opinionit sportiv që ju thonë që flasin vetëm nga kjo studio, nuk e kam si pozitivja, si negativja. Ti do të jesh me këmbë në tokë. Unë dua të jem me këmbë në tokë dhe dua të them të vërtetën. Po e vërteta nuk është në studio. E vërteta është e fusha. Edhe pa ardhur në fushë, nuk mund të flasësh. Edhe unë këtë po them, se kur e kem filluar me të ndjerin e Mustafa Hysi, kur e kem filluar vetëm me ata 7 lojtarë, shikoni njëri tjetër në shi dhe thëshin që do bëhet. Edhe të mendosh që për 4 vjet të kesh 140 fëmijë në akademi, të kesh edhe 10-12 lojtarë Gjirokastrit në ekip të parë që janë në kategorinë e parë, tashi vetëm puna e ka bërë këtë, edhe këta djem, edhe të gjithë ata faktorë që janë marrë me futbollin e Gjirokastrit dhe po merren me futbollin e Gjirokastrit për të arritur atë këtu. Ju thash edhe në fillim, nuk dua të heq asnjë presje, por u dua edhe një herë një falënderim shumë të madh kryetarit të bashkisë, i cili na ka Flamur Golemi na ka qendruar pranë në çfarë do lloj gjëje. Në çfarë do lloj gjëje, për çfarë do lloj gjëje. Është base e kemi dhe si tip fati kur vjen ai gjithmonë neve e kemi që do të çohemi një kategori më lart. Por si vjet është vërtet viti luftëtarit, unë ja thash, qoftë ekipi i parë, qoftë U17, U15, U13 janë në vendet e para edhe me diferencë pikësh nga vendi i dytë. Edhe kjo më gëzon, sepse po punohet, ju a thash, ne kemi vërtet, përveç se brezave të mirë, kemi edhe trajner, profesionist, që janë të përkushtuar në këtë detyrë, edhe kanë krijuar grupe jashtëzakonisht shumë të mira. Mos harrojmë se tek 13 vjeçarët ne kemi më tepër se 48 fëmijë. Domethënë, të kesh 2 ekipe 13 vjeçarës ose tek 11 aty kemi 38 fëmijë, është
është gjë shumë e mirë. Është numri total i kënaqur 140 fëmijë që të bën. Nuk është i kënaqur, mund të janë edhe 200 fëmijë. Problemi është që nëse ne ka prurje do ketë edhe cilësi. Patjetër. Sasia prodhon cilësi. Pikërisht, unë nga që kam qenë edhe trajner me kombëtarët e moshave, doja të flisja një çik për pjesët ose çfarë thoshin drejtorët teknik të akademive të atyre moshave. Është shumë gjë mirë, thoshte, që për çdo brez, për çdo taklindje të dali një lojtar i mirë për ekipin e parë. Do me thënë, pse se vit për vit çon një lojtar në ekip të parë. Po kur prodhon një lojtar në rregull. Për 4 vjet ke 4 lojtarë në ekip të parë. Për 5 vjet ke 5 lojtarë në ekip. Jo, ne pretendojmë tani nga datlindja 2008-2009, pretendojmë që të paktën, mos them, unë nuk mbase mund të them ndonjë shifër, po të paktën 6-7 lojtarë atje Gazi, më thuaj ti nëse s'është e vërtet, po janë vërtet shumë të mirë, pa u hequr asnjë shumë të mirë, edhe pretendent për të luajtur në ekip dhe për të rritur në ekipin e parë. Pse se duke parë, fillon e eksperiencën, do vi një djalë i ri. Nga këta datlindje 2008, unë nuk do të them emra, në 2009, edhe do shikoj eksperiencën e Ramadanit, do shikoj eksperiencën e Vucajt, do shikoj eksperiencën e Ziajt, e Tunit, kush janë gjitha. Çka do thotë profesor Foti që ju thuaj se po filloni nga puna për formatimin e luftarit tjetër apo jo, të sezonit të pritshëm? Ka filluar puna, që ditën e diel, që pas mbarimit të ndeshjes, tani mendja na punon më për kategorinë e parë, ka ndryshuar shumë gjëra, nga vetë statusi, pasi siç dihet në kategorinë e dytë Liga quaj amatore. Më bëri përshtypje sot profesor Foti diku në ora 2:30, 3 pa çerek, ndoshta pak më parë ju pash në stadium menduar ulur atje tek pakina. Ç'ne vetëm atje në stadium. Po njeriu ka nevojë edhe ti thot sa gjëra vetes. Ose ti thot vetes ato që mendon, nëse i ka të mira, nëse i ka të këqija. Duam, s'duam. Atje gjetë oazin për të menduar, për luftëtarin e ri që do. Është pjesa, po patjetër në fush. Shiko, në fush do mendosh për futboll. Prandaj ju them, nuk mund të mendosh në studio televizive për futboll. Do jesh në fush që të mendosh për futbollin. Kështu që ka filluar të hidhen idet se si do formatohet luftëtari. Jemi në hapat e para, kemi ato mendimet tona, do vide trajneri nesër, do flasim me trajnerin, qojmë mendimin e tij, pastaj do vazhdojmë. Ju a thash që jemi në tjetër nivel. Nëse bëj këtë pyetje nuk e di, do më japësh përgjigje apo do më refuzosh, do të ruhet bërthama e këtij luftëtari? Besoj se 50%, 60% e ekipit do jetë. Patjetër do jetë. Gazi, një apel desha të thoje në një thirrje, ndonjë çfarë mund të thuash tjetër për punën që ke bërë dhe për atë që do bësh? Të mbarojmë me sukses Toni dhe këto dy ndeshje që na ka ngelur, gjysmë finale, gjithsesi unë gjithmonë do jemi përkushtuar siç kam qenë, kudo në çdo grup moshe të jem, gjithmonë punën do ta bëj me pastërtim më të madh, nuk është se qoftë këtu në këto grup moshe që jam apo në grup mosha më të vogla apo kudo që të jem. Gjithsesi e vetmja gjë që do të thoja është që këta çuna që nëse në këto momente na dëgjojnë apo dikush tjetër që prindrit e tyre, praktikisht çdo gjë fillon nga familja. Nga familja është që në këtë moment për mua këta fëmijë kanë suksesin më të madh para. Aq më tepër me fatin më të madh që ekipi luftari është hapur një derë për ekipin e parë të luftarit dhe kështu që i uroj suksese dhe të jenë të përkushtuar dhe më tepër stërvitje. Sepse pa stërvitje, pa regjim, pa disiplinë nuk mund të ecet para. Kështu që ju duhet më tepër punë për të arritur sa më shpejt aty ku meritojnë. Po të vësh rep shembull para 2 javësh mos gaboj, 17 vjeçari i Greqisë Karetas, ai lojtari luajti me kombëtaren greke. Kundra Skocisë. Kundra Skocisë dhe shënoi dhe gol. Tani të mendosh që këta janë 17 vjeç
edhe të mendojnë domethënë akoma që s'mund të lozin me ekip të parë. Me ekip të parë është gabim për veten e tyre. Kështu që duhet të mendojnë gjëra shumë ndryshe, shumë më pjekur dhe të jenë më të përkushtuar. Aq më tepër në momentin që do të jepet mundësia për në ekip të parë. Patjetër do të jepet mundësia për në ekip të parë. Unë thash që luftëtari si ide ka qenë pjesë e mundësive. Domethënë është ëndër. Jo më si vjetë që në kategorinë e parë do jetë diçka shumë herë më tepër. Ka tjetër është tjetër panoramë kategorinë e parë, ka tjetër fushë për salonin masë. Janë gjëra më ndryshe, domethënë loz me ekipe me histori, loz në fusha që prodhojnë futboll, jo loz në fusha që e duan futbollin, nuk loz në fusha nuk do të përmend emra, apo sidoj që të jetë kanë qenë 4 vite të vështira për luftëtarin, por siç e kemi thënë edhe të parët që shiko për të prishet në një ditë, po për të ndrequr do kohë. Edhe ne besoj se deri tani e ndreqëm luftarin, e çuam, e ndreqëm luftarin, tani motivojmë akoma, se tani fillon puna më vështirë. Qoftë për të bërë atë pjesën në kënaqësinë e suksesit e sfumoni ju profesor, po të hedhim kokën tashmë nga pas e kanë fjalën tjetër gjë kërkoni të bëni dhe këtë kënaqësinë e harruat apo e ndjeni akoma këtë sukses që arritët? Shiko, unë jo kam thënë edhe në emisione tjera, unë e dashuroj të gjë, prandaj e bëj. Domethënë tek mua janë lidhur shumë gjëra, domethënë unë punoj në pjesën që dashuroj dhe e bëj me jashtëzakonisht shumë zell. Por gëzimi ka punë kohën e vet. Puna ka punë. Gëzimi u gëzuam, mbaroi puna, tani fillojmë për një pjesë tjetër. Për të ardhmen. Kështu që tani do punë më të madhe. Nëse deri tani kemi punuar, tani do punojmë 2 fishin e 3 fishin për të qenë edhe për ta, pse se edhe vetë sportazhi Gjirokastrit pret më tepër nga ne. Se ne ishim ata opinionista sportiv që juve i referoni këtu, që thonë që jo ashtu, jo kështu, ata do vinë prapë që të thonë që po pse ai, pse ky, pse edhe ju këtu i keni pasur, se unë ju ndjek vazhdimisht, fillojnë prapë nga e mira, nuk them edhe ose nga e keqja, sido që ta kenë, por jo asnjë me të keq profesor. Jo, nuk them nga e mira, patjetër, por ca gjëra duhen thënë edhe reale. Po. Se çdo kush i dëgjon, thotë më po pse mo kaj të pa. Se vërtet, të tërë duan të fitojnë. Edhe tërë duan të fitojnë me 10-0, 20-0. Po ja që ndeshja nuk i ngjan. Patjetër. Se vërtet është data 1, data 2, data 3, po është data 1 mars, është data 1 prill, është data 1 maj. Nuk kam, vazhdon, jeta vazhdon. Nuk mund të jesh gjithmonë i njëjti. Kjo është edhe pjesë e futbollit. Futbolli evolojnë të gjithë, kështu që çdo gjë është e pritshme. Profesor Foti, të falenderoj për çka thatë në studio dhe ju gazi bashkë për atë që trajtua për pjesën e luftëtarit, por 5 minuta kohë do t'u hap për Abisnet superore. Si mendoni për këtë garë drejt finishit? Kë mendoni skuadrë që do ngrej trofeun e Abisnet superore dhe cilën skuadrë shikoni më të rrezikuar? Tani gjithmonë në opinionin tuaj se ju të dy jeni trener, keni që sportistë dhe nuk e thatë juve dhe do ndodhi kështu. Është e vetmja herë, të paktën flas për fundin, për rënien e kategoria që janë 5 ekipe me diferencë 3 pikësh. Edhe duke ngelur 2 ndeshje. Po, 2 ndeshje. Në mos gaboj. Jo, nuk gabojsh fare. Janë 6 pikë. Po. Do kenë përballje direkte, duke filluar që nga kjo javë. Unë mendoj se Laçi është në pozitë vështirë. Sigur se shoh edhe Tirana në pozitë vështirë, pa çka se ka ekip të mirë. Po nga njerë zot thotë të kesh ekip të mirë dhe të marrësh rezultatin, nga njerë edhe ekipet e dopta marrin rezultatin. Megjithatë edhe Baçi është rrezikuar, edhe Teuta është rrezikuar, nuk mund të flasim dot se janë pikpyetje të mëdha, do ndahen në ndeshjet midis tyre. Kurse pjesa edhe ajo shumë e bukur, janë 5 ekipe për 4 vende. Edhe këtu do ndahet vendi 4 në ndeshjen e pasnesër me Elbasani Partizani. Besoj se kush fiton atje zëvendin e 4. Megjithatë unë do të them që Egnatia për mua është një hap më përpara këtyre ekipeve tjera. Megjithëse Shkodra thonë që është
edhe mua më pëlqen futbolli shkodran, po Egnatia ka grupin më kompakt. Po ju Gazi? Unë mendoj se si vjetë trofeun do ta çojë Egnatia. Do ta ruaj Do ta ruaj, domethënë, dhe ndërsa për të dalë në kategoria më të vështirë do ta ketë Laçi dhe Ballshi. Mendoj se. Besoj se Tirana është Tirana, do thuash emër. Është fanel. Është fanel e rënd, po me shumë trofeve, 24 trofe sa ka ngritur. Megjithatë në futboll pranojnë në futboll pranojnë lozin trofet në fushë. Në futboll pranojnë të gjitha sepse ti profesor Foti i referohesh vetëm fushës, me fushën e ke. Vetëm fusha është. Unë fushën jo. Sepse Gazi tha ca gjëra atko më saktë që luftari ishte i vetëm. Luftari ka qenë gjithmonë i vetëm. Dhe do jetë gjithmonë i vetëm. Siç ka emrin luftëtar. Është mësuar të luftojë, është mësuar të djersisë, edhe çdo fitore, ju ja them me gjithë shpirt. Çdo fitore që ka bërë luftëtari e ka bërë me këmbët e atyre futbollistëve atje. Asnjëherë ekip nuk ka lëshuar kundra luftarit. Asnjëherë, edhe ai i vendit fundit. Edhe me Maliaj, po ju a them, kur ishim me Maliaj ose kur erdhi me Maliaj këtu, që ishte në vend të fundit. Edhe ata nuk deshën ne nuk thamë të toleronin, por e kishin atë djersi që duan fitonin me luftari. Luftari ishte fanel që duan fitojnë gjithë. Pse se ka një emër, ka një histori. Edhe atyre më mirë të bien nga kategoria dhe të fitojnë me luftarin se të ngelet gjithmonë fituan me luftarin. Po. Gazi, për ta mbyllur atë që lam në fund, të rrezikuarin përfundimisht. Unë mendoj se do rrezikoj Ballshi dhe Laçi. Besoj se këto dy ekipe, nuk besoj se Tirana, besoj se diçka do ndryshojë në këto dyja. Sa fituesi i trofeut, kë shikon skuadrën favorite? Egnatia shikoj si fitues të trofeut. Përsëri, më duket ekipë më i kompletuar. Ka stofin. Ka gjithçka që nuk ka bërë shumë ndryshime. Po. Nga vjet. Dinamo dhe Partizani nuk i përmendot fare që të dy. Shiko, Dinamoa, pas Egnatias për mua vjen Dinamo, si ekip i kompletuar. Me disiplinë, me lojtar, me nivel, me... Do më thënë, jo si tifoz, po flas, si realitet që pëlqej më tepër dhe që shikoj. Por Egnatia më duket sigurisht më pranë. E ka marrë. Për mua Dinamo nuk ka grupin. Mund të ketë lojtarët, por nuk ka grupin. Është ose ata futbollistë janë atje, ose janë të ngopur nga trofet ose ku diun, ose më duket sikur ata hynë në fushë thjesht për të bërë atë detyrën, ose unë jam futbollist, hajde, do los. Fitova. Jo, nuk është fitova, se në fundit ke edhe ti ca detyra për të bërë. Dhe vërtet je futbollist, po. Të ju sinkosh fanel, se edhe Dinamo është ka fanel të rëndë, nuk është se është. Gjithashtu edhe për Partizani. Partizani ka qenë me jashtëzakonisht shumë asfiliacione. Ngritje, zbritje, ky kampionat më duket çiksi nuk gjendot as fjalët që ti thua se mund të thua që ja do fitoj atje ose ja do fitoj këtu, po Partizani ka qenë gjithmonë gjithmonë surpriza, domethënë nuk është se ka qenë gjithmonë në diçka standarde. I qëndrueshëm. Edhe kështu që nuk mund të ashtu. I vetmi ekip është Egnatia që ka pasur atë ecjen e një trajshme, ka filluar pa keq, ndërsa u rikonformua grupi përsëri, po pastaj është për mua është fituese. Mirë atëherë, unë po ndahem dhe për sot me emisionin e Marta Sportive, ju falenderoj që ishit në studio, natë e mirë dhe miru takofshin të martën e ardhshme.